problematik, një situatë e cila ka ngritur shqetësim mbi qëndrueshmërinë e punimeve dhe sigurinë në këtë aks, pasi vetëm 3 ditë më parë, ky aks ka pasur dëmtime të mëdha në kilometrin e 13 me dëmtime në barierës mbrojtëse dhe rrshitjen e derave në trupin e kësaj rruge, siç duket edhe në këto pamje. Nuk e di nëse kam në këtë moment e kolegen? Atëherë presim vetëm për pak çaste sa Borixhia të më mundësoj edhe komunikimin me kolegen Sidorela Xhomaçi, bëhet fjalë pikërisht për aksin e ri të kësaj rruge, e cila ka pësuar problematika, ndërsa anësorët gjithashtu janë zhdukur për shkak të rrshitjes së derave dhe kanë dëmtuar strukturën, duke rritur rrezikun për qarkullimin e mjeteve. Situata ka ngritur shqetësime të mëdha mbi qëndrueshmërinë e këtyre punimeve dhe sigurinë në këtë aks, pasi vetëm 3 ditë më parë, ky aks ka pasur dëmtime të mëdha në kilometrin e 13 me dëmtimin e barierës mbrojtëse dhe rrshitjen e derave në trupin e rrugës. Duhet të kujtojmë se i gjithë qarku i Korçës ka patur problematika të shumta me rrshitjen e derave dhe është kthyer në një shqetësim serioz për drejtuesit e automjeteve që përshkojnë rrugë të tilla. Nuk e di nëse kam në këtë çast kolege. Atëherë, vetëm për pak çaste do ta kem në këto momente kolegen Sidorela Xhomaçi, bëhet fjalë pikërisht për këtë aks rrugor që është dëmtuar totalisht struktura e saj për shkak të rrshitjes së derave dhe kohës jo të favorshme në fakt, ndërkohë që deri në këtë momente nuk raportoi që janë marrë masa, gjithsesi janë duke vlerësuar situatën dhe drejtuesit e automjeteve, një pjesë e mirë e tyre kanë devijuar rrugën, ndërsa pjesa tjetër, le të themi, kanë patur më shumë kujdes në qarkullimin e automjeteve të tyre në kilometrin e 13 të këtij aksi, duke patur parasysh që ka patur problematika të shumta dhe dëmtime të barierës mbrojtëse. Lidhem në këtë momente me kolegen Sidorela, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Neida, në fakt segmenti në të cilën ne kemi shkuar ditën e sotme bëhet fjalë për segmentin Maliq-Lozhan-Strelc, i cili për një periudhë rreth 3 mujore ka pësuar erën e tretë dëmtime sa i takon këtij segmenti. Vetëm 3 ditë më parë ne kemi parë në fakt se ka pasur një dëmtim në kilometrin e 13 të këtij segmenti, ku muri pritës në fakt pësoi qarje dhe dhera të cilët ranë pikërisht në trupin e rrugës. Edhe ditën e sotme vionte puna nga ana e firmës kontraktore për të hequr derat, po ashtu edhe për të normalizuar situatën. Të gjitha mjetet janë devijuar që të kalojnë vetëm në një korsi, ndërsa sa i takon edhe gjithë segmentit i cili është prej 18.8 kilometrash, vihet re në fakt se ka dëmtime sa i takon edhe asfaltit i cili ka pësuar qarje, po ashtu edhe bariera anësore e cila thuajse është dëmtuar dhe ka dalë në sipërfaqe. Le të themi se situata vijon të jetë problematike për gjithë ata të cilët aksesojnë sigurisht një nga segmentet i cili lidh Maliqin, Lozhanin dhe më pas edhe Gramshin. Ka qenë një ndër projektet më të rëndësishme infrastrukturore, bëhet fjalë për një rikonstruksion prej rreth 18 kilometrash, i cili do të shërbente si një nyje lidhëse jo vetëm me Maliqin dhe zonat përreth, por edhe me pjesën e Gramshit. Situata në fakt vijon të jetë problematike, pasi her pas here ka rrshitje të derave, po ashtu siç shihet edhe nga pamjet, duket se sa i takon edhe pjesës së asfaltit, përgjatë gjithë gjatësisë së saj janë evidentuar problematika sa i takon qarjes, rrshitjes së derave dhe rrezikshmërisë për gjithë ata të cilët zgjedhin pikërisht këtë segment. Në fakt, për gjatë gjithë gjatësisë e cila shkonte rreth 18.8 kilometrash, janë evidentuar se vijon të jetë problematike. Nga ana e firmës kontraktuese janë marrë masa për vendosjen e sinjalistikës në të gjithë zonën e cila paraqet rrezikshmëri, duke i udhëzuar edhe drejtuesit e mjeteve që të kalojnë vetëm në një korsi, por është një situatë problematike e cila vijon prej muajsh. Duhet të përmendim faktin se ky rikonstruksion nga ana
e qeverisë dhe Ministrisë së Infrastrukturës ka kushtuar 14 milion euro, ka qenë një rikonstruksion në rrugën ekzistuese, por si duket vion të përballet me probleme teknike sa i takon kësaj zone, e cila vion të sjellë shqetësim për gjithë ata qytetarë të cilët zgjedhin të shkojnë në fshatrat e zonës malore të Maliqit, si kundër është Lozhani apo Strelca, apo të gjithë ata që drejtohen drejt qytetit të Gramshit. Është një situatë mjaft e vështirë, do të shihet në fakt si do të procedohet. Ditën e sotshme puna vijon vetëm në një pjesë të segmentit në kilometrin e 13, të cilën ne e kemi raportuar 3 ditë më parë, i cili pësoi dëmtime, ku muri mbrojtës i saj u shem totalisht nga dherat, të cilët ranë mbi trupin e rrugës, ndërsa sa i takon pjesës tjetër, duket se është mjaftuar nga ana e firmës kontraktuese vetëm vendosja e sinjalistikës për të paralajmëruar të gjithë drejtuesit që të jenë të kujdesshëm në këtë rrugë, e cila në momentin në moment duket sikur do rrëshqas apo ka pësuar edhe të konsiderueshme. Ti ke të ngjashme se dorila si kjo që po raportojmë në këtë momente, pra ose rrezik, ndoshta në akse të tjera të cilat kanë edhe qarkullim automjetesh të shumtë? Pavarësisht se është një zonë e cila nuk paraqet, le të themi, një qarkullim shumë të lartë të gjithë atyre qytetarëve, janë vetëm banorët e zonës, por edhe ata të cilët e mendojnë si një alternativë apo një rrugë më të shkurtër për të shkuar drejt Gramshit. Kjo zonë u evidentua, le të themi, problematikat e saj të para janë evidentuar në dhjetor të 2025-s, pra të vitit të kaluar, kur edhe në trupin e rrugës dhe në pjesën anësore të saj u konstatua një rrëshqitje e konsiderueshme dheri dhe bashkë me dherat edhe një pjesë e asfaltit dhe barierës mbrojtëse. Ndërsa rreth 4 ditë më parë u evidentua një problematik tjetër, si kundër ishte edhe çarja e murit pritës, ku dherat dhe gurët depërtuan pikërisht mbi këtë mur, duke e shkatruar totalisht dhe duke rënë tek pjesa e trupit të rrugës. Nga ana e firmës kontraktuese, prej 4 ditësh vijojnë në punimet sa i takon heqjes së dherave dhe normalizimit të situatës, sa i takon pjesës 13, pra kilometrit të 13 në segmentin Maliq-Lozhan-Strelc, ndërsa sa i takon gjithë gjatësisë së saj, ne duke udhëtuar deri në pjesën e Strelcës, kemi evidentuar se vijon të jetë problematike dhe rrezikshme për gjithë ata që zgjedhin për të shkuar drejt fshatrave të Maliqit apo më tej edhe drejt Gramshit. Është një situatë problematike për të gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët le të themi udhëtojnë dhe qarkullojnë, e kanë të nevojshme që të qarkullojnë në zonë, ndërsa nga ana e firmës kontraktuese për momentin kjo e fundit është fokusuar vetëm në riparimin e murit mbrojtës, heqjen e dherave nga trupi i rrugës dhe vendosjen e sinjalistikave. Do të shihet në fakt se si do të procedohet, a do të ketë edhe një lajmërim apo edhe një udhëzim nga ana e autoritetit rrugor shqiptar, se si do të procedohet në këtë rrugë e cila vijon të jetë e rrezikshme. Është një segment rikonstruksioni në rrugën ekzistuese, e cila ka një gjatësi prej 18.8 kilometrash dhe një kosto prej 14 milion eurosh, por edhe pse ka pak kohë që ajo është inauguruar, duken se kemi të bëjmë me problematika serioze sa i takon këtij segmenti, i cili do të shërbente si një nyje e rëndësishme midis Bashkisë Maliqit dhe asaj të Gramshit. Do të shihet në fakt si do të procedohet edhe nga ana teknike në këtë segment, i cili vijon të jetë mjaft i rrezikshëm në rrëshqitjen e dherave apo edhe në çarjen e asfaltit dhe thuajse shkatërimin e pjesës anësore të asfaltit në këtë segment. Duhet të merret në fakt në konsiderat edhe nga ana e autoritetit rrugor shqiptar, por edhe të gjitha institucioneve sa i takon rrezik